Biseda e ditë që u zhvillua mes Musait alayhis salam dhe krijuesit të tij ishte një ditë Musai alayhis salatu wassalam komunikoi me Zotin e tij e Allahu i madhruar i tha: "O Musa, çfarë veprash të mira ke vepruar për mua?" Musai alayhis salatu wassalam tha: "O Zoti, për ti fali namaz, për ti jap sadaka, ta madhroj ti, ta adhuroj ti." Tha: "Jo Musa, këto punë janë për ti." Tha: "Më trego o Zot, cila punë është për hatrin tonë?" Tha: "O Musa, namazin që e falen është për ti dritë, sadakan që e jep është për ti argumenti fortë që Allahu xhaleshanu përmes këtij argumenti do të shpëtoj në ditën e Kiametit. Po për hatrin tim e di cila vepër është." Tha: "Më trego o Zot, se dua ta di." Tha: "Për hatrin tim është nëse ke një mik dhe një shok që nuk e don përveç se për hatrin tim." Pra, vepra që më së shumti na afron ke Allahu xhaleshanu është të kesh një shok, një mik, një dashamir që shpesh i kalon momentet dhe çastet në vende të ndryshme, i thuash atij: "O vlla dhe o mik, të dua për hatër të Zotit xhaleshanuhu." Pra edhe një herë them, kjo bisedë e Musait alayhis salatu wassalam me Zotin e madhruar është regjistruar nëpër librat e tefsirit. Vërtetësinë e kësaj bisede ende s'kemi arritur ta verifikojmë, por mesazhi dhe porosia duke u bazuar në ajetet dhe në hadiset e pejgamberit alayhis salatu wassalam më thot mu edhe ti, nëse ke një shok dhe një mik, duaje për hir të Allahu xhaleshanuhu, nga se kjo vepër më së shumti e afron robin me Zotin e tij.